Ky Ballavaqi, rëndësi të madhe kanë 3 pikët, rëndësi të madhe ka fitoria sot. Shumë i mirë rasti tani Valmir Veliu, vjen arkimi ti shtylla. Shtylla e shpëton skuadrën e Gjilanit. Minuta 20, një super rast për Lapin këtu. Ti Pytyqi ta ipi me këtë pasim të Kagan Spajsh. Vjen goditja drejtë në portierin Qoriq. Nuk sjell asnjë problem. Shansi tani këtu për Elfir Gashianin, i cili provon gjej hapësirë. Vjen goditja shumë e rrezikshme. Një prej rasteve më të mira sot. Por mbi bord shkon fatmirësisht për Gjilanin dhe portierin Kenan Haxhi Hamza. Topi para. Mundësi shumë e mirë për Gjilanin, tani shansi i tyre, ky pasim drejt zonës e gol! 1-0. Edi Pasha shënon golin e tij të 6 të sezonit. Minuta 62 e Ballavaqimit. Lapi pëson në stadiumin sintetik të Gjilanit. Nuk pati çfarë të bënte këtu Marian Qoriq. Shansi tani për golin e dytë, Robert Ramani. Mirë pasimi e Edi Pasha. Mbi port. Momente të mira në lojë për Gjilanin, Lapin. Kërkon këtë top tek Namani. Bukur lëvizja Namani. Shumë afër, një super goli. Gjuan mbi port gjithsesi Namani. Janit Hasani përsëri me Gashianin, kombinimi arkimi tani rrezik i madh gol. Lapi barazon gjithçka, është Ardit Tahiri. Goli 9 i sezonit për numrin 99. Arrin të shënoj qendër sulmuesi. Do të kemi dramë në fund të këtij Ballavaqimi. Djarbokri, super shans tani për Lapin. Çema do të kemi gol, vjen goditja, pret Haxhi Hamza dhe më pas topi në rjet Janit Hasani. Ndodh rikthimi në Gjilan. Realizon Djalo Shiri dhe Lapi është para. Minuta 87. Kjo është pa precedent, nuk pritej, po ndodh. Zëvendësimët i fitojnë lojën skuadrës së Lapit. Dy herë përballë Lapit dhe një ishte baraz. Topi drejt Jarović, mire ul, shansi këtu dhe 2-2. Armen Taçi shënon. Çfarë ndeshje! Çfarë super ndeshje kjo, minuta 94 barazon shifrat. Një super gol i Armen Taçit. Wow! Shikon orën e tij, Visar Kastrati, nuk ka mbetur shumë, Marianit Hasani. Ardit Tahiri në zona, do të kemi penalti. Heshtë Visar Kastrati. Se do mbyllet pa u rishikuar vari këtu. Kjo është situata të moment edhe në Sport Show, mos e humbisni në mbrëmje për të kuptuar verdiktin e ekspertit të referimit Petrit Hadrit nga ora 21, cili do të jetë vendimi i tij. Penalti për Lapin. Minuta 100 e Ballavaqimit, merr frymtell. Niset Ardit Tahiri. Vjen goditja ati dhe përfundon në rjet Lapi. Shënon fitore në Gjilan, 3-2 rezultati. Në çastin e fundit shihni gëzimin të eksaltuar skuadra mysafire. Festë e madhe ka shpërthyer. Dhe përfundon gjithçka skuadra e Lapit shënon fitore në ndeshjen e tij të 412 si trajner.